Konsumoni komposto kumbulle çdo ditë gjatë dimrit dhe do befasoheni me përfitimet. Lëngu i kompostove të kumbullës është shumë i mirë dhe ka vlera ushqyese, përmban edhe shumë veti antioksiduese të cilat mbrojnë trupin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë edhe qelizat. Lëngu i kompostove të kumbullës përmirëson shëndetin e zemrës, antioksidantët që gjenden te lëngu i kompostës përmirësojnë shëndetin, ndihmojnë trupin të flerë më mirë gjatë natës dhe të lehtësojnë tretjen. Lëngu i kompostës përmban histanin dhe sorbitol, dy substanca që përmirësojnë punën e sistemit tretës. Në saj të tyre, ushqimet e vështira për të tretur arrin të shkriftosohen me lehtësi dhe nxisin prodhimin e enzimave tretëse. Duke qenë në lëngu i kompostës se përmban hekur, gjë është e mirë edhe në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Gjithashtu ai përmban element që ekuilibrojnë qarkullimin e gjakut në trup. Ul nivelin e kortizolit dhe kolesterolit, prandaj mund të konsumohet si një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e problemeve të kapsllëkut.